Ndalohen mbrëmjet e maturës dhe ekskursionet për nxënësit në Prishtinë. Drejtoria e Arsimit në Prishtinë ka vendosur që të gjitha aktivitetet jashtëkurrikulare, si mbrëmjet e maturës dhe shëtitjet, t'i pezullojë përkohësisht. Drejtori i Arsimit Samir Shahini ka bërë një sqarim publik në lidhje me lajmet që sot qarkulluan në lidhje me ndalimin e ekskursioneve dhe mbrëmjeve të maturës në kryeqytet. Ne si Drejtoria e Arsimit në kryeqytet jemi në proces të revidentimit të një vendimi të vjetër, i cili rregullon aktivitetet ekstrakurrikulare si mbrëmjet e maturës, semimaturës, ekskursionet brenda dhe jashtë Prishtinës, ditët e shkollave dhe të tjera. Derisa jemi në këtë proces, të cilin e kam filluar që në javën e parë të marrjes së detyrës, ka qenë domosdoshme të pezullohen përkohësisht të gjitha aktivitetet. Qëllimi i këtij pezullimi së pari është mbrojtja e shkollave, stafit, nxënësve dhe prindërve nga procesi që mund të zhvillohen derisa dokumenti është në finalizim. Për në fund, ne si Drejtori për Arsim nuk kemi për qëllim ndalimin e aktiviteteve të tilla, të cilat e plotësojnë kurrikulun dhe përvojën e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përkundrazi, qëllimi është rregullimi i proceseve të ndryshme që lidhen me këto aktivitete, rritja e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e shkollave dhe palëve tjera të përfshira. Ndërkaq, edhe kryetari i Këshillit të Prindërve në Prishtinë, Nexhmi Hoxha, ka njoftuar se të mërkurën është takuar me drejtorin e Arsimit Samir Shahini dhe tha se një tjetër takim do ta ketë të premten me të. Hoxha ka thënë se zyrtarët e DKA-s i kanë thënë se ky vendim është i përkohshëm derisa të merret një vendim i plot për të gjitha këto aktivitete. Po ashtu ka thënë se vendimi është marrë si pasojë shumë parregullsive dhe manipulimeve, të cilat janë bërë dhe po bëhen organizime të tilla. Me këtë rast, DKA-ja do të mundohet që të bëjë një rregullore e cila do t'i rregullojë të gjitha organizimet, përfshirë këtu mënyrën, kohën, formatin, kodin etik dhe gjithçka që lidhet me organizime të tilla, ka thënë Hoxha.